Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe klikoni zilen për video tona të reja. Pasi humbi bashkëshortin vite më parë, këngëtarja humbi jetën dhe lë 2 fëmijët jetim. Sara Projkovska, profesoresh në Fakultetin e Muzikës dhe vokaliste mbështetëse e DNK, humbi jetën tragjikisht nga zjarri, i cili shpërtheu në një diskotekë në Koçan gjatë performancës së grupit. Lajmi për vdekjen tragjike të Sara Projkovskës e ka bërë të ditur Fakulteti Muzikës së Shkupit në profilin e tij zyrtar në Facebook. Projkovska ishte nënë e 2 fëmijëve, të cilët po i rriste e vetme. Ajo mundohej që të fitonte para për të rritur fëmijët e saj, për shkak se ish bashkëshorti i saj, trompetisti dhe profesori i xhazit Aleksandr Nikolovski, u nda nga jeta në vitin 2021 në moshën 48 vjeçare. Në tragjedinë e Koçanit, pasi një zjarri të madh në një diskotek, mbetën të vdekur të paktën 59 persona, kurse janë lënduar 159 të tjerë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.